shpirtit të shqiptarve, i mallit për adheon, i dashurisë për rënjet. Me këngën Ktheho, ai preku zemrat e mira bashk adhetarëve në Mërgat, ndërsa me gjithë reporterin e tij na kujton se kush jemi dhe nga vim. Kështu që me këngën ikonike të Malsorit, e ftojmë në studio. Je madhe. A të kejtë refrenin. Refrenin. Kthehuni. Me të vërtet isha student në Universitetin e Prishtinës, kur ka dalë kjo këngë. Me të vërtet një periudhë shumë kështu jashtëzakonshme edhe në karrierën tëme edhe në jetën tëme. Se kujton atë kohë, Prishtina 20 vjet më parë. Ma bukur s'ka. Pse po thom, unë kom dalë në Prishtinë në vjeshtën e vitit 2001 në studime, atje s'kishim shkollim të lartë në gjuhën shqipe, edhe tashti ishte Prishtina pa rrym, pa ujë, pa gjona. Adina jo koha mas luftet veç se qefi shumë i madhe tonë ato edhe kush i vrejke ato gjona. Internet s'kishte, ishin ato internet kafeja edhe duhe me shkua për shemull me pagua atje si student në 1 orë 2, varsisht sa kemi pas budget si student edhe në ato internet kafeja shfrytëzonim 1 orë 2, kështu më di. Si e gjindë në atë kohë, sepse ke ardhur prej Malit Zi? Po, prej Podgoricë. Prej Podgoricë, më saktë. Si e gjindë në Prishtinë? Shumë mirë, me thonë drejtë, nuk e kom njoftë shumë mirë Prishtinën, kështu as Kosovën, ne kemi njoftë malësia Kosovën mirë, faktikisht sepse shumë gjenerata këtu janë shkolluar, ne kemi qenë shpirtnisht shumë të lidhur me Kosovën. Si malësia e madhe, unë e mendoj se asnjë rajon tjetër, flas për shqiptarët që ishin nën Jugosllavi, nuk besoj se ka qenë kush i lidhur shpirtnisht aq shumë me Kosovën sa no, që jemi kanë një rajon shumë i vogël. Edhe unë prej Podgorice, prej shkollën fillore të mesme dhe kom përfundu aty, mande i kom dalë në Prishtinë studime. E kisha ëndër Kosovën, edhe Prishtinën përgjithësi. E dini prej një qytetit ku rrallë flitet Shqipja, del në një qytet ku gjithçka është shqiptare, ajo ishte kënaqësi shumë e madhe. Mas pari kur i dëgjoje si student, kur banoja këtu në Prishtinë, edhe kur i dëgjoje fëmijët të i thirë në njëri tjetri, në dinë në Shqip ishte jashtëzakonisht bukur. Neve që vim prej do rajoneve të vogla, ku faktikisht gati rrezikohet gjua Shqipe në duken këto gjana interesante. Pra, vazhdoni me jetu në Prishtinë? Unë sinqerisht kom dalë pa plan me jetu këtu, veç kom dalë ma shumë me njoftu Kosovën, edhe me studio natyrisht, por edhe me provu vetin si këngëtare. Qysh vendose me u zhvendosë në Prishtinë krejt? Pa, nuk kom vendos hala, bile une hala. Që 20 vjet i këtu. 3 vjet. Hala, më duket vetja, e dini, kom dalë thjesht në studime këtu, edhe normalisht edhe me provu vetin si këngëtar, sepse kisha ëndrat e mia me depërtuo të një opinion më i gjanë shqiptar si këngëtar, se sa për shembull që isha deri në atë kohë i njoftur më shumë për shqiptarët që ishin nën Maltzi. Masandej kret pa plan. Viti i pari studimeve shkoj, i dyti, i treti, masandej e pata këtë këngën Kthehuni, ajo pat një sukses shumë të madhe, cila mi hapi tonë dyert e mëdha të mundshme, si me thonë për me u marrë me muzikë, edhe kështu, kaluan vitet pa ndonjë plan, me thonë u zhvendosa në Prishtinë. Edhe prapë thua që s'ke vendos. Tash 23 vite. Për zotin, jo që në Kosovë unë kaloj tepër mirë, jashtëzakonisht mirë, sinqerisht e kam mirë, po edhe këtu e ndjej vetin si në vendlindje, se vend shqiptar, Sigurisht. Prishtina na ka shkolluar të gjithëve, jo veç neve, po gjithë shqiptarët që jemi kënë në Jugosllavi, se në
Në munges të shteti shqiptar, ne kishim Kosovën, Shqipni e gjithë shka ma, nanë e babë. Mirë po, me gjitha ta vendlindja është vendlindja. Sigurisht. Ne jemi vend i vogël. Se ka qenë i rritë në Podgoricë, po si ka qenë? Gjenerata e dytë. Si ka qenë për Podgorica, si i rritë? Po në fillim si fëmi nuk i kam dije, si me thona shumë ato diskriminime nacionale, që apo di. Vitet 90-a, kur fillon ato luft në të problemet një Jugoslavi, janë nisën me u reflektua ato edhe aty në qytetin e Podgoricës, mande u rritaj nacionalizmi sërb aty edhe gjithë kush nuk ishte i ati nacionalitetit, ishte paka shumë në sy jo shumë të mirë, filluar prej shqiptarve, boshnjakve, kroatve, këtyne. Mirë po i kemi te i kalu ato gjonës, po di. Mua edhe baba më është rritën Podgoricë, se Tuzi, Malësia është shumë afër Podgoricës. Faktikisht, veç 5 kilometra është lumi Cemi prej ku fillojnë edhe kufit etnik të Malësisë madhe. Ndërsa Tuzi jo veç 8 kilometra prej Podgoricët. Podgoricë ka shumë malësor, shqiptar të Malësisë, sepse faktikisht ne kemi ndjesi tonën, jo pse është kryeqyteti një shteti tjetër. Mirë po, Podgorica ka qenë për para një pjesë shumë e madhe, pjesë e Malësisë madhe. Po me vite ato gjona, ato toka ne kanë konfiskue, kanë zhvendos kryeqytetin e tyne prej Cetinës në Podgoricë edhe kështu. Ne kurs jemi ndihet huaj në Podgoricë, pavarësisht që ata nuk na kanë këshyrë si veten, po ne e kemi ndije vetin aty si autokton, se ka qenë vendi ynë, vendi shqiptarve. Tash e keni edhe Skënderbeun në sheshin e Tuzit. Tash ne Malësia e madhe jemi shkëput shqyqër Zotit, mas shumë përpjekjeve, mas shumë dekadave jemi shkëput prej komunës Podgoricës, edhe kemi komunën tonë të Malësisë, që është komunë me shumicë shqiptare. Komunë jashtëzakonisht e mirë, si do të pjesa lumit të Cemit e papar. Ka bukuri natyrore, aty është gërshetimi relefeve të ndryshme të natyrës, prej bjeshkve të nalta, ajo fusha e Tuzit, lumi, liqeni i Shkodrës, deti nuk e kemi shumë, afër krejt këto. E mira është se ne sot në Malësi të madhe, aty në komunën tonë qeverisin partitë shqiptare. Unë jam apolitik, mirë po e tregoj një fakt që është atje shumë interesant, gjitha ajo elita e partive tona nacionale janë bashkuar, kanë krijuar një koalicion të përgjithshëm, edhe po qeverisin shumë mirë me ju thonë drejtën. Kryetarët e komunave, edhe ky sot që është aktual, po edhe ai para ti ishin po ashtu student të Prishtinës, kështu që shikni çfarë lidhje me Kosovën, shumë e madhe. Për me ajo vulën kësaj është që edhe unë kam vizitu Tuzin edhe jam dje jashtëzakonisht mirë kur e kam kuptuar që edhe komunarët janë shqiptar, edhe po e bëjmë punën ashtu siç duhet, se në fundit për shqiptarët. Absolutisht. Po edhe për para se jemi kënë komunë në vete, po që kemi qenë nën komunë e Podgoricës, ata pushtetarët aty edhe administrata kanë qenë shqiptarë, po kanë qenë dhe shqiptarë zgjedhur prej tyne që për shembull neve nuk na i kanë ditë shumë hallet, as janë lodhur shumë për hallet tona aty vendor, ndërsa tash për shembull tash janë njerëzit tonë, janë partive nacionale shqiptare, tash janë për shembull zyret e tyne pas një problem se janë njerëzit që jemi rrit faktikisht me ta. Edhe gjithçka me mirë kuptim, a mund të kryet kjo punë? Jo, mira jonë është që kemi diasporën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shumë të fortë, edhe falë tyne, besa edhe sakrificës tyne shumë të madhe, sot Malësia frymon pak ma shlirë, nuk jemi kretë mirë, se kur të bashkohemi o zot shnosh, me trojë shqiptare tjera kemi me kënë kretë mirë. Normalisht. I përmende diasporën, si e kanë prit këngën kthehuni, sepse seriozisht është një këngë shumë vallëngjyse, po ndoshta me qenë në mërgim, ata e kanë hala më të brendshme atë dhimbjen. Si kanë qenë komentet pasi që veç kënga u plasu? E dini çka është interesant me këngën Kthehuni, se aty bëhet fjalë për shqiptarët që janë nënd Malëzi, domethënë për Tuzin, Malësinë e Madhe, Krajën, Ulqinin, Plavën e Gusinë, këto mirë, po kresh shqiptaria e ka dasht shumë atë këngë. Kjo tregon se ne shqiptarët, se sa të lidhun jemi mes vetje, sa çdo cep shqiptare përjetojmë si tonin. Kjo është shëmira e të mirave. Edhe tashti, pavarësisht që ajo është referua më të për shqiptarëve, që janë në Malëzi, që janë në Gurbet, u bëhit i madh mbi gjitha gati ta thuash në Kosovë, sepse edhe Kosova e ka të njëjtën dramë, cila fatkeqësisht vazhdimisht po e përcjell. Ne kemi menuar se mas që çlirohet Kosova edhe mas që të pavarësohet,
se kanë me stagnua gurbeti e do gjona që po na përcjellin vazhdimisht, po fatkeqësisht edhe sot po na largohet rinia. Kështu që konga u prit me të vërtet shumë mirë, jo veç nga mërgjimtarët tonë, por edhe nga shqiptarët këtu që janë në vendlinje, qoftë në Malsi, Kosovë apo kudo. Është bërë mundi fakti që tashtë 23 vite dëgjohet ajo këngë, domethënë është e pavdekshme. Është interesant se konga me cilën jam paraqit, konga e parë me cilën jam paraqit këtu në Kosovë, aso kohë që kom punu ka qenë konga Kthehuni. Edhe ka darë Zoti me të parën, si me thonë ja kena qelua, se nuk ka qenë meritave që emja, po e bashkëpunëtorëve të mi, ata që e kanë kriju këtë kongë me tekste muzikë që e ka pas realizua Ilir Berani, ndërsa në studio Gjevdet Gashi. E dini sa interesant, kretë krijuesit e kësaj kongë janë nga Kosova, po e kanë bërë për Malsin edhe i kanë bërë aq bukur sa po thuj se një shqiptar i Malsis nuk kish ditë me i përshkrua ma bukur këto gjona. Po ndihem mirë për faktin e vlerës saj artistike që kam bjetua si kongë. Mirë, po në anën tjetër nuk ndihem mirë për një arsye sepse konga është aktuale hala, ndoshta edhe fal gurbetit i cili vazhdimisht po na përcjell. Shihni këto troje tona hala largohet rinia, nuk është një sen i mirë. Pavarësisht që ne kretja kemi pa hajrin normalisht diasporës son, përgjithësisht shqiptare, se të mjerët nuk u kishim qenë pata. Mirë, po me gjitha ta unë nuk jam disi i thari aty në farë. Unë mendoj se ne edhe rinia jonë duhet, në fakt duhet me u pjek kushtet, me i kriju kushtet që këtu rinia me na u rrit, me u shkollua, me punua edhe me zhvillua ne këtë vend, por dal ka dal. Besoj që do të vetëdijsohemi edhe një ditë. Nështë ta provojmë pak mergimin, e shohin që dhe andejna duhet punë e madhe, qysh do të edhe në Kosovë edhe. Nështë edhe krejt ato... Absolutisht. Mirë është me shku për shumë me u shkollu, jashtë jo në universitete jo dini shumë të mira, tashti me mujtë me prua të dije dhe atë përgatitje profesionale, si në Kosovë, si në Malsi, si në shtetin shqiptar, kudo. Qa me thonë? Por jeta në Kosovë qysh përshkan malësor? E dim që i martuar, i 2 fëmijë. Jashtë zakonisht shumë. Atë që dua Kosovën, sa kur shkojnë Malsi, më ngacmojnë se thot t'i gruan prej Kosovët edhe gjithë na përmenë Kosovën. Por unë jam martuar në vitin 2013, e në Kosovë kom dalë në vitin 2001. E shihni që sa koha aty ka qenë që, po ne e përmenda ma herët që Malsia e donë jashtëzakonisht shumë Kosovën, sepse ne të mirat e Kosovës nuk mujmë ja kthy kur që i ka bën për neve, me të vërtet. Ne jemi shqiptarë të një cepit krejt tjetër atje, Malsia e Shkodrës, më na thonë, por e përmenda se në mungesën ati izolimit të madh që ka qenë me shtetin shqiptar një copë kohë gjatë, ne jemi shkolluar gjitha aty gjenerata e gjenerata. Edhe unë kur kam marrë në Kosovë, kam marrë me një jetë të mirë, me një... Unë nuk i... Adin kur njeri idealizon gjonat edhe nuk i vrenë, ndoshta do mungesa cilat noi shohim jetën e përdiqme, si në Prishtinë, si në gjitha vendet tona faktikisht. Kemi qef që zhvillohet edhe ekonomikisht e gjitha këto. Mirë, po unë personalisht kaloj jo në Prishtinë, po në Kosovë, në përgjithësi jashtëzakonisht mirë. Unë që 23 vjetë që jam këtu, unë hala një fjalë më të dopt, të mundshme, nuk e mbaj mend që ma ka thonë kush, ose pritë zotë më ka këshyrë, kush tremt, ose diçka, unë jashtëzakonisht kaloj mirë këtu. Kosova më ka bo me unë dje yll, Kosova më ka shkollu, mi ka dhënë tonët mirat e mundshme. I t'jeni, yll'jeni. Vje mirë që i keni marrë këtë feedback që thojmë. E përmende familjen, si unë njofët me grunë 13 vjetë? Fatmirja është nga Prishtina, është prej familjes Vlasalive, edhe jemi njoftu, kemi qenë Kojshi. Kemi jetu në të njojtën dërtes, unë në vitin 2006 kam ble banesën Tokbache, është afër shkollës fillore Gjergjfishta, edhe aty jemi njoftu me Fatmiren. Fatmira ka jetua, familja e saj, vetëm 2 kate në mua, edhe kështu ma. Me Kojshika? Me Kojshike, edhe kështu na shkoj mirë, mas një lidhje shumë të gjatë, po thuj se 7 vjeqare, vendosëm me u martua, edhe që ka me thonë. A ka shumë mendja që kemu martu me një Kosovare? Shqiptarët Kosovës? Unë absolutisht kur njëtën teme që se jam kënë fëmi, kur nuk e kam mendua, as nuk kam bën do një dalim të mundshëm, as rajonal, as një tjetër, që unë mes shqiptarve. Kështu që nuk e kam pas unë
absolutisht thonun, me pas nga se jom unë tash prej Malësijet, me marrë edhe nusen, me dojë mos prej aty. Mirë po, deshti zoti, deshti fati kështu edhe u martova me një vajzë prej Kosovët, bjere zot pse jo, ne jemi shqiptar, jemi gjithë bashku, e duam njëri tjetrin. Nuk kam menduar shumë për para, me kanë mirë, po kam pas qef mbi gjitha me marrë shqiptare, dorë në zemër. Ashtu edhe preferoj gjithë një, tashti ne e përmendëm diasporën, nuk është çudi njerëzit jetojnë, familiarizohen me kombe nacionalitetet të ndryshme, pse jo në rregull, sidomos me ato kombe që nuk i kem pasan miq kur në historinë tonë rregull, mirë po unë gjithë një preferoj me shqiptare. Nuk jem racist, absolutisht jo, mirë po unë e mendoj se ne shqiptarët e kemi të lindun ata si kur instinkt, sepse numerikisht nuk jemi shumë, sa mund të jemi ndoshta 7 milion në gjithë botën, edhe kemi instinktivisht ata të lindun veti, se me u martu nëse për shembull me një shqiptare, sepse unë mendoj se është një farë kujdesi mos të tjetërsohemi, mos të largohemi, mos të asimilohemi edhe kështu se jemi kombë që jemi numerikisht i vogël. Edhe pse ne kemi mbijetuar gjitha trysnive, gjitha okupime të ndryshme me shekuj. Popull i fort. Shumë i fort. Jeni edhe babi 2 fëmijëve. Po. Si e kujton momentin e parë kur binjakët, vajza Lura edhe djali Leka. Nuk kemi pas për një 9 vjetë fëmijë. Edhe deshti zoti u bame me këta 2 bukuroshat tonë, ishte një gëzim shumë i madhë. Qa me të thonë? Unë i kom dasht fëmijët shumë, edhe i duo shumë, i kom dasht bile edhe atër kur kam qenë pothuajse fëmijë, edhe bashortja ime ashtu mirë, po ashtu e deshti fati që më u bë prindër mas sa vite e martes. Ishte një gëzim i madhë, po ne gjitha edhe gëzimet edhe gjitha tjera ti marim pak si ma normale, ma me mas gëzimi madhë, po kalojnë. Po tani 9 vite po a fëmijë, po tani 2. Me një. Po vajzë e djalë, s'ka ma mirë. A është vështirë me qenë babaj i binjakëve? Nuk është shumë interesantë në fakt me i thonë drejtë, sepse është gjdo ditë me ta, gjdo moment me ta është jashtëzakonisht interesant, me të vërtet. Është interesant se këtu në Kosovë ka shumë binjak. Kam takuar shumë... Vetë jam binjake. Me të vërtet aty këtu kam takuar, ndërsa atje në Malësinë, nejse ne jemi edhe rajon i vogël ma rallë. Mos me fol ma për Malëzi. Ne kur shkojmë ka njerë me atë karrocën tonë që është dyshe, është e madhe kështu, edhe del në Tuz, janë Podgoricë për shembull, me ta e ndale njerëzit të ta banë me i pasë, është interesant se atje nuk ka shumë binjak. Ndërsa Kosova, shqyqyrë zotit, pse jo, ka binjak ma shumë. Te, zoti kam binjake. Është sa interesant. Shortja eme është vetë binjake me motrën e saj. Interesant, ndërsa që të ka lind binjak. Vjera është binjake. Edhe unë kam qeve pas shumë binjaq, kështu që si dijet. E di atëherë, po, dhash zoti pse jo. Atëherë kur, din pak para lindjes e ty, ne dolemi i blem ato gjona që duhet për fëmijë, për beba, për gjitha ato, edhe kur interesonim në për këto shitore, edhe të regon këtë gruaja eme që i ka binjak, aty këtu takonim njerëz që thoshti, edhe unë jam binjak, mandej të regojshin se po interesojnë shumë për ato karroca, thomë, në Malësi Kolica, që janë për binjakve që pse jo, brejre zotë more. E jetë gjatë, t'i keni. Faleminderit. Projekte që në kanë. E dini çka është e mira. Njerëzit në fillim, kur na kanë urua shumë për lindjen e ty, ne thojshin urimeve që kini me hjek shumë. Po ju betojmë që 2 vjetë e gjysë i kanë bo unë, qka është hjeka unë nuk e di, veç me knatësi i bëjnë gjitha. Do shta e din bashkëshortja. A beson që unë me bashkëshortën i kemi nda po thuj se 50-50 gjitha punët rreth tyne. Unë se cilin se ne di me ba për shembull për këta fëmijët që din edhe bashkëshortja ime, sepse kam marrë me qefin më të madhin, nuk jam asi që jam dhe me këmashku edhe tash po merna, absolutisht jo, kështu që po i ndihmoj maksimalisht e po i boj me qefin më të madh. Për fëmijë normalisht nuk do të me pas ndarje në anë babës. Absolutisht, tamam puna, fëmijët janë engjëj. Të kthehemi nga tek projektet e reja. E keni lancuar edhe një këngë para 3-4 jave. Po. E kemi këto. Po, është kënga E Mora Nusën. Po, është një këngë ritmike, shumë dinamike kështu, është një këngë ta thuash e dasmave, po nuk është
aso këngë dasmave si që mi mësua në me dëgjua si një shablon që më përdhuj se gjitha, mirë po është më e veçantë, shumë bile e veçantë, sepse vetë tema si e ka kështjelu Ilir Berani që e ka shkrua dhe kompozua, qasja ndaj kësaj teme është më e veçantë shumë. E ka një tekst jashtëzakonisht shumë të bukur edhe vinë melodike, edhe orkestrimin që ka realizua Miti Geci këtu në Prishtinë, edhe u prit shumë mirë. Gjirimet i kam bë është rruga drejt krajës, për krajën keni dëgjuar krajina jonë që është shqiptare në Malzi, ndërsa këto janë pamjet e një dasmes të një koleksionuesi të Malësisë madhe, të koleksionuesi të veshjeve të vjetra kombëtare, edhe gjësendeve tjera kombëtare të ralla, është Kristian Zefi, nga Malësia e madhe, edhe e mira është se kur shkon me vënu kunor, është vesh tipik ashtu malësor që me ato tirç, edhe ato xhamadana i eleka që janë me vlerë ato të vjetra, që janë qëndisu. Ne si kur sot për shembull që i gjenë imitacionet tyne, edhe nusja e ti është e veshun me xhublet. Xhubleta është veshje i Malësisë madhe që ka hinë UNESCO, që modeli i saj është i vjetër më se 3000 vjeçare. Por sa jemi të dasmat, apo këndon malësori në për dasma? Po, si jo. Po shkojnë? Unë në dasma e kam fillu me kënu bile para se kom dalë në Kosovë se Malësia, aty për shembull si rajon i vogël, edhe ne bëjmë dasma shumë, edhe gjitha këto edhe kam fillu më pari me këndu atje. Mirë po në përgëzime familjare, angje familjare, në për mrami arktuese, ku ka me kënu live me arktuar i nin, edhe në përgjithësi popullin tonë unë me kënaqësinë më të madhe. Jeni i gatshëm. E lema dasma që dasma është shumë e veçantë, sepse atë ditë bëhesh sikur pjestar i asaj familje, i ndijin atë gëzime, po thuaj se edhe ti zbashku, shkot me busqeshje, bën atmosferë, s'ka ma bukur. Sigurisht. Por apo këndon malësori në koncertet në diasporë dhe në Kosovë? Po, kënoj shumë në diasporë. Shumë kam bashkëpunime bile me shoqata tona adhetare ku do që janë, qoftë diasporën tonë të Kosovës, kështu që më shumë ti në Europë, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe është me të vërtet kënaqësi e madhe. Me e mira e të mirave është se ato shoqata tona edhe adhetare, po edhe shoqata kultur-artistike që si janë të pakta në diasporën tonë, po i ruajnë vlerat tona, po i bashkojnë të rritë tonë shqiptarë që po rritën në diasporë dhe s'ka ma bukur, me të vërtet. Malësore, këto është fundi i kësaj bisedës, me dëshirën më të madhe ne kishim vazhdu. Sa shpejt sepse na shkoj mirë. Shumë mirë, faleminderit, vlerësojmë shumë ardhjen tënde dhe faleminderit që gjithmonë jeni shtys e traditave tona edhe sidomos edhe mërgatës tonë. Ishte kënaqësi e madhe. Faleminderit shumë që ishe bashkë me ne. Kënaqësia ishte imja. Përshëndes nga zemra gjithë shikuesit të këtij emisionit, edhe çka të them. Faleminderit. Ne po e përmbyllim prapë me një këngë.